Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohoj me zhvillimet e ditës. Me 78 vota pro, Kuvendi i Shqipërisë miratoi rezolutën që shpall Iranin shtet terrorist dhe Hezbollahun si organizat terroriste në një seancë të bojkotuar nga opozita. Partia Demokratike dhe aleatët e saj nuk morën pjesë duke cilësuar seancën të palishme, ndërsa votimi u mbështet kryesisht nga socialistët dhe një deputet i opozitës. Rezoluta dënojnë gjithashtu sulmet kibernetike të Iranit ndaj institucioneve shqiptare, përfshi edhe ato të fundit ndaj parlamentit. Parlamenti i Shqipërisë ka miratuar një rezolutë të rëndësishme që shpall Gardën Revolucionare Islamike të Iranit dhe Hezbollahut si organizat terroriste, duke rrështuar kështu në një lim qëndrimet e disa vendeve dhe institucioneve ndërkombëtare. Vendimi u mor me 78 vota pro, ndërsa seanca plenare u bojkotua nga Partia Demokratike dhe aleatët e saj, të cilët e cilësuan atë si të palishëm dhe në kundërshtim me rregulloren e kuvendit. Ne jemi një vend që ka zgjedhur qartësisht anën e demokracive, anën e rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla dhe anën e bashkëpunimit ndërkombëtar kundër terrorizmit. Si antar i NATO-s dhe si vend kandidat për antar të Bashkimit Evropian, Shqipëria ka jo vetëm të drejtën, por edhe detyrimin të kontribuojë në sigurinë kolektive të aleancës dhe të komunitetit ndërkombëtar. Në përmbajtjen e saj, rezoluta dënon dhe aktivitetin kibernetik të Iranit ndaj Shqipërisë, duke përfshirë sulmin më të fundit ndaj sistemit të parlamentit. Sulmi i rënd i vitit 2022 ndaj institucioneve të Republikës Shqipërisë ishte një nga episodet më serioze të agresionit kibernetik ndaj një vendi sovran. Ai synoi të paralizonte shërbimet tona publike, të dëmtonte funksionalitetin e institucioneve dhe të cënonte besimin e qytetarëve në shtetin e vet. Nga ana tjetër, opozita reagoi ashpër ndaj këtij vendimi, edhe pse dy deputetë të saj ishin të pranishëm në sallë. Ralt Kapri votoi pro rezolutës, ndërsa Redi Muçi zgjodhi të abstenoj. Ne në Lëvizjen Bashkë kemi denoncuar represionin e shtetit iranian ndaj popullsisë vendaseve këtu e 15 vjet shkuara, kështu që vazhdojmë ta denoncojmë, sidoqoftë që të jemi serioz. Do duhet që para se të na paraqisnit këtë rezolutë të kishit miratuar para pak muajsh rezolutën që dënon gjenocidin e shtetit serb ndaj Kosovës. Këto rezoluta që janë bërë të një pas njëshme, është thjesht për të shpëtuar fatin politik të Edi Ramës, në atë e dim që çfarë do ndodhi së shpejti, dhe nevoja për të treguar sa më shumë servil në sytë e perëndimorëve na bën që të cilë dhe rezoluta të tilla. Ndërkohë, përmes një njoftimi zyrtar, Partia Demokratike deklaroi se mungesa në seancë ishte një akt proteste ndaj asaj që e konsideroi një procedurë të palishme dhe të thirrur në funksion të agjendës politike të qeverisë dhe drejtuesve të kuvendit. Ministria e Jashtme izraelite ka përshëndetur miratimin e rezolutës në Kuvendin e Shqipërisë që shpall Iranin si shtet sponsor të terrorizmit. Përmes rrjeteve sociale, ministri izraelit i punëve të jashtme falenderoi kryeministrin Edi Rama dhe deputetët për vendimin historik. Rezoluta u miratua me 79 vota pro dhe një abstenim, ndërsa mazhoranca socialiste njoftoi se do të vijojë me iniciativën për të shpallur Gardën Revolucionare Iraniane dhe Hezbollahun si organizat terroriste. Votimi në Kuvendin e Shqipërisë që deklaron Republikën Islamike të Iranit si shtet sponsor të terrorizmit ka marrë vlerësime dhe nga jashtë vendit, duke reflektuar rëndësinë ndërkombëtare të këtij akti. Ministri i Izraelit të punëve të jashtme Gideon Sar përmes një postimi në rrjetet sociale falenderoi kryeministrin Edi Rama dhe deputetët shqiptar për miratimin e rezolutës, duke cilësuar atë si një vendim historik që tregon për moralin e pastër të diplomacisë shqiptare. Rezoluta votua me 79 vota pro dhe një abstenim, ndërkohë që mazhoranca socialiste ka deklaruar se nuk do të ndalet këtu, por do të ndjekë edhe miratimin e një nisme tjetër ligjore që do të shpallë Gardën Revolucionare Iraniane dhe grupin militant Hezbollah si organizat terroriste. Ky hap tregon për angazhimin e Shqipërisë në mbështetje të sigurisë kolektive dhe për krajin e partnerëve ndërkombëtar në luftën kundër terrorizmit. Partia Demokratike nuk votoi rezolutën në kuvend që shpall Iranin shtet sponsor të terrorizmit, por mbështet propozimin e socialistëve. Në një reagim zyrtar, Partia Demokratike shpalli Gardën Revolucionare të regjimit diktatorial të Teheranit si organizat terroriste. Ajo e cilësoi shtetin e Ajotullahëve si sponsor kryesor të terrorizmit në botë dhe një kërcënim madhor për paqen dhe stabilitetin në lindjen e mesme dhe kudo në glob.
Partia Demokratike do të mbajë zgjedhjet për kryetar në 23 maj, ku Sali Berisha ka konfirmuar i kandidimin për një mandat 4 vjeçar. Ai kritikoi qeverisjen e Edi Ramës dhe akuzoi atë se ka ngelur në klas për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Berisha foli gjithashtu edhe për protestën e paralajmëruar nga Partia Demokratike me 22 mars. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një dalje për mediat nga Selia Blu dal tek procesi i integrimit në Bashkimin Evropian, aty ku sipas tij kryeministri Rama ka ngelur në klas. Pengmarrësi më i madh i Shqipërisë. Zhvillime dramatike ka vinë për procesin e integrimit të Shqipërisë. Raporti i bar mbeti në klas, mbasi një seri vendesh. Në fakt, nëse i Malit Zi u votua dhe u mbyll, siç e keni marrë vesh, i Shqipërisë mbeti në klas, mbeti në shqyrtim, sepse një seri vendesh ngritën një seri pyetjesh shumë serioze. Të lidhura parazithash me imunitetin e Lubi Ballukut, me Akshin, me mediat, me krimin dhe një seri problemesh tjera. Pra, Mali Zi u votua, Shqipëria nuk u votua. Partia Demokratike pritet të hyjë në një proces të rëndësishëm zgjedhor në 23 maj, ku do të zgjidhet kryetari i ri i saj. Në këtë garë do të jetë sërish kandidat lideri historik i kësaj force politike Sali Berisha, i cili konfirmoi publikisht përpara gazetarëve se do të kërkojë një mandat të ri 4 vjeçar në krye të partisë. A mund të më thosh pa kush të tha ty që jo njëherë? Po si e bërë këtë pyetje? Kaq, përgjigje. Berisha, një nga themeluesit e Partisë Demokratike dhe drejtuesi i saj për më shumë se 2 dekada, rikthehet në garë në një moment kur brenda forcës politike ka debate lidhur me statutin. Konkretisht, një nga nenet e njohura të Partisë Demokratike parashikon që kryetari të mos rikandidojë në rast se partia humbet zgjedhjet. Neni ka flet për zgjedhje, jo për farsë elektorale. Zgjedhjet ishin farsë elektorale. Pra, sa herë zgjedhjet humben kur ato janë normale, është detyrë atij që udhëheq të largohet, t'ja dorëheqen. Në deklaratën e tij, Berisha ndaloi edhe tek aksioni opozitar, duke folur për protestën që Partia Demokratike ka paralajmëruar të zhvillojë në 22 mars. Vetëm qytetar shqiptar që do marrin fatin në duart e tyre. 22 marsi është dita e kryengritjes më të fuqishme, paqësore që ka njohur Shqipëria në tërë historinë e saj. Ndaj dhe ftoj çdo shqiptar në rrugë dhe sheshe të Tiranës të tregojmë revolten, zemrimin për çmimin ton ndaj këtij regjimi. Eci me të tjera zhvillime në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, zhvilluar seanca e parë paraprake ndaj ish kryebashkiakut të Kavajës Elvis Roshi. Ai po hetohet nga SPAK për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, ndërsa mbrojtja ka ngritur pretendime për parashikim të veprës. Gjykata vendosi të shqyrë shurtimin e çështjes për t'i dhënë kohë palës mbrojtëse të paraqesë argumente të tjera me shkrim. Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është zhvilluar këtë të martë seanca e parë paraprake për ish kryebashkiakun e Kavajës Elvis Roshi, i cili po përballet me drejtësinë për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Çështja është ngritur nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, i cila dyshon për shkelje të ushtrimit të funksioneve të tij gjatë kohës që drejtonte bashkinë. Gjatë seancës, mbrojtja ligjor i Roshit, Andi Skënderi, paraqiti argumentet e para trupit gjykues, duke ngritur çështjet e parashikimit të veprës penale për disa nga episodet që përmenden në dosjen e prokurorisë. Sipas tij, për një pjesë të akuzave mund të ketë kaluar afati ligjor për ndjekje penale. Avokati kërkoi gjithashtu sqarim nga prokurori i çështjes Elvin Gogaj lidhur me ndryshimin e kualifikimit të veprës penale nga shkelja e barazisë në tendera në shpërdorim detyre. Sipas së mbrojtjes, ky ndryshim kërkon shpjegime të detajuara për mënyrën se si është ndërtuar akuza. Në përfundim të seancës, pala mbrojtëse kërkoi kohë shtesë për të paraqitur me shkrim argumentet dhe qëndrimin e saj ligjor. Trupi gjykues pranoi kërkesën dhe vendosi që seanca e radhës të zhvillohet në 3 prill, kur pritet të vijojë shqyrtimi paraprake të çështjes. Procesi ndaj ish kryebashkiakut të Kavajës po ndiqet me interes pasi lidhet me ndryshime për shkelje të administrimit të fondeve dhe procedurave publike gjatë ushtrimit të detyrës.
Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kaluar për gjykim çështjen ndaj kryetarit të Bashkisë Shkodër, Benet Beci, akuzuar për shkelje të barazisë në tendera dhe bashkëpunim mes 6 personave të tjerë. Dosja lidhet me një tender prej 700 milion lekësh në kohën kur Beci ishte administrator i kesh, ku SPAK dyshon se veprimet e tij dhe të komisionit kanë krijuar avantazh të padrejtë për një shoqëri. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur se kaloj për gjykim çështjen ndaj kryetarit të Bashkisë Shkodër, Benet Beci, i cili akuzohet për shkelje të barazisë në tenderat në bashkëpunim me 6 të tjerë. Abuzimet dyshohen se janë kryer gjatë periudhës kur Beci mbante detyrën e administratorit të kesh, duke përfshirë Jonait Kazanin, Edlira Mitrushin, Yll Kanishkun, Adela Rukon, Rudi Gjonin dhe Premtim Dautin. Sipas SPAK, veprimet e tyre kanë krijuar një avantazh të padrejtë për një shoqëri gjatë tenderit në vlerë 700 milion lek. Hetimi u nxit nga shqyrtimi i telefonit të ish zyrtarit Erviz Berberi, i cili lidhet me tendera të tjerë dhe veprime të dyshuara në prokurime publike. SPAK akuzon Becin dhe antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për shkeljet e ligjit të çdo faze të procesit, nga përllogaritja e fondit limit, hartimi i termave të referencës, përcaktimi i kritereve të dokumentacionit të standardizuar të tenderit deri tek vlerësimi i ofertave. Ky zhvillim theksoi fokusin e drejtësisë për luftën kundër korrupsionit edhe përpjekjet për të garantuar transparencë dhe barazi në procedurat e prokurimeve publike, ndërsa dosja kalon tani për gjykim dhe pritet të sjellë vendime të rëndësishme për menaxhimin e tenderave publik në vend. Pa mbushur një muaj nga ekstradimi i tij nga Dubai, Durim Bami ka kaluar për gjykim në gjykatën e posaçme, ku do të përgjigjet për sigurim kushtesh për vrasje dhe kultivim të drogës. Në të njëjtën çështje janë përfshirë edhe 6 akuzuar të tjerë nga prokuroria e posaçme për tentativë vrasje, sigurim kushtesh dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Ndërkohë 20 persona të tjerë janë ende në kërkim, ndërsa hetimi për dosjen vijon në mënyrë të pandërprerë. Pak më shumë se një muaj pas ekstradimit të tij nga Dubai në 26 shkurt, Durim Bami është përballur për herë të parë me gjykatën e posaçme, ku do të përgjigjet për akuzat e sigurimit të kushteve për vrasjen e ish-deputetit socialist Arben Doka, të Torit Çezukës dhe Eriger Semihasit, si dhe për veprat penale, grupi strukturuar kriminal dhe kultivimi i bimëve narkotike. Gjykata ka vendosur gjithashtu për këtë çështje të kalojnë në gjykim dhe 6 të tjerë, të cilët prokuroria i akuzon për pjesëmarrje në tentativa vrasjeje dhe sigurim kushtesh për krime të ndryshme. Mes tyre janë Jozi Kraja, i ekstraduar nga Zvicra në janar, i dyshuar për sigurimin e mjeteve dhe kushteve materiale për vrasjen e vëllezërve Durim dhe Walter Bami, si dhe Marklen Haka, i cili akuzohet për përfshirjen e atentatit ndaj Durim Bamit në vitin 2020. Të tjerë të akuzuar përfshin Aldo Avdylajn, arrestuar me 14 tetor të vitit të kaluar, i cili akuzohet për organizimin e grupit që kryente vrasjen e Edmir Bregut në Durrës në vitin 2021, si dhe Edson Jozek, i akuzuar për trafik droge. Ish drejtori i policisë Lezhë, Henry Gert Mitri, i dorëzuar në shtator 2024, dyshohet se ndihmonte grupet kriminale për të shmangur ligjin në aktivitetin e tyre në mbjedhjen e parcelave të drogës, ndërsa ish efektivi Reneas Altin Morina akuzohet për kultivim bimësh narkotike në bashkëpunim me Durim Bamin. Hetimet për 20 persona të tjerë janë ende në kërkim, vazhdojnë intensivisht, ndërsa autoritetet synojnë të zbardhin plotësisht strukturën dhe aktivitetin e tyre të grupit kriminal. Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dëshmuar i pandeuri Ilirian Feçi, duke rrëfyer detaje mbi grabitjen e vitit 2011 në Elbasan. Ai deklaroi se krimi është kryer në bashkëpunim me Talo Çelën dhe Dashnor Dumanin, ndërsa mohoi përfshirjen e agent Jan Sharrës. Sipas dëshmisë, sendet e grabitura janë shitur më pas në Tiranë, ndërsa ai akuzoi Nureddin Dumanin se ka dhënë deklarime të pavërteta për këtë çështje. Zhvillimet e reja janë shënuar në gjykatën e posaçme, ku i pandeuri Ilirian Feçi ka dhënë dëshminë e tij lidhur me një grabitje të ndodhur në shkurt të vitit 2011 në qytetin e Elbasanit. Sipas tij, ngjarja ka ndodhur në banesën e shtetasit Lirak Bayraktari, nga ku është marrë një çantë me bizhuteri dhe sende me vlerë. Në rrëfimin e tij para trupit gjykues, Feçi deklaroi se në këtë grabitje ka vepruar në bashkëpunim me Talo Çelën dhe Dashnor Dumani, duke përjashtuar kategorikisht nga ngjarja agent Jan Sharrën. Ai theksoi se ditën e
grabitjes janë nisur nga banesa me automjetin e tij me targa italiane dhe kanë përdorur një mjet tip Range Rover gjatë realizimit të krimit. Sipas dëshmisë, pas grabitjes, sendet e vjedhura përfshin varse, byzylyk, unaza dhe ora janë dërguar në banesën e Talo Celës dhe më pas janë shitur në Tiranë, ku fitimet janë ndarë mes tyre. Feçi shtoi se gjithë ngjarja është fiksuar nga kamerat e sigurisë të një banke dhe një banese private në zonë. Në vijim, ai kumguli se e pamjet filmike vërtetojnë se Gentian Shara nuk ka qenë pjesë e grabitjes, duke hedhur akuza të drejtpërdrejta ndaj Nurettin Dumanit. Sipas tij, 3 vite me radhë prokuroria është bazuar në deklarime të pavërteta të këtij të fundit, çka sipas Feçit ka çuar në përfshirjen e padrejtë të emrave në këtë çështje. Dëshmia e tij pritet të vlerësohet nga gjykata në vijim të procesit, ndërsa hetimet dhe ballafaqimet mes palëve vijojnë për të zbardhur plotësisht rolet dhe përgjegjësitë në këtë ngjarje të rëndë kriminale. Policia ka zbardhur atentatin me eksploziv ndaj automjetit të një punonjësi policie në Lezhë, duke arrestuar autorin e dyshuar pas një operacioni të koduar Zombet. Në pranga është vënë 32 vjeçari Fation Rika, i cili u kap në zonën e Kurbinit ndërsa lëvizte me automjet që dyshohet se përdori gjatë ngjarjes. Policia e Lezhës ka zbardhur në kohë të shpejtë atentatin me eksploziv ndaj automjetit të një punonjësi policie. Ngjarja ndodhur vetëm 2 ditë më parë në lagjen Bestlidhja. Në kuadër të operacionit të koduar, uniformat blu kanë bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e autorit të dyshuar. Në pranga ka rënë 32 vjeçari Fation Rika, i cili rezulton me precedent penal në Itali dhe vjedhje me armë. Ai u kap në fshatin Zhej të Kurbinit, ndërsa lëvizte me ciklomotorin që dyshohet se ka përdorur për të shkuar në vendin e ngjarjes ditën e shpërthimit. Sipas hetimeve, në 15 mars një sasi lëndë plasëse u vendos në automjetin në pronësi të punonjësit policisë me inicialet GG, duke shkaktuar shkatrim të plotë të mjetit. Fatmirësisht nga shpërthimi nuk pati të lënduar, por ngjarja ngriti shqetësime serioze për sigurinë dhe përfshirjen e elementeve kriminal në sulme të tilla. Përmes analizimit të pamjeve filmike nga kamerat e sigurisë në akse të ndryshme rrugore, policia arriti të dokumentojë lëvizjen e autorit, shkaqoi në identifikim dhe arrestimin e tij. Në vijim të operacionit u procedua penalisht dhe babai i tij, 66 vjeçari me inicialen NR, pasi gjatë kontrollit në banesë ju gjet një armë gjahu pa leje. Arma dhe ciklomotori janë sekuestruar si prova materiale, ndërsa hetimet po vijojnë në drejtimin e prokurisë së Lezhës për të identifikuar edhe një person tjetër të dyshuar si bashkëpunëtor në këtë atentat. Autoritetet po punojnë gjithashtu për të zbardhur motivet e plota të ngjarjes, të cilat deri më tani mbeten të paqarta. Eci me të tjera zhvillime, i zëvend shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë Eduard Joseph e ka cilësuar situatën politike në Kosovë si një krizë artificiale dhe me pasoja të rënda për funksionimin e shtetit. Në një intervistë për Radio Kosovën, ai theksoi se rezultati zgjedhor i ka dhënë mandat të qartë kryeministrit Albin Kurti për të ndërtuar institucionet. Sipas tij, dështimi për të përmbushur këtë përgjegjësi përfshihet edhe nga procesi i zgjedhjeve. Pas tensioneve politike dhe pezullimit të financimeve nga BE-ja në qershor 2023, Komisioni Evropian njoftoi këtë javë heqjen e të gjitha masave ndëshkuese ndaj Kosovës, duke rihapur rrugën për ndihmën financiare të pezulluar dhe duke planifikuar riangazhim të plotë me autoritetet kosovare. Ky vendim vjen pas një periudhe të gjatë ngërçi politik dhe ndikoi në procesin e integrimit dhe realizimin e reformave të pritshme nga vendet kandidate. Gjatë debatit mbi raportin për Kosovën në Parlamentin Evropian, përfaqësuesi i Komisionit Evropian konfirmoi se masa e pezullimit të ndihmës financiare është hequr dhe se KE-ja do të rikthejë mbështetjen aktive për autoritetet kosovare, duke i ndihmuar ato që të rifillojnë proceset reformuese dhe të mbështesin rrugën drejt anëtarësimit në BE. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e dialogut dhe bashkëpunimit të përhershëm për të garantuar stabilitetin institucional. Raportuesi Rio Teras nënvizoi se paraliza politike vitit 2025 kishte ngadalësuar ndjeshëm për parimin e reformave dhe procesin integrues, duke penguar realizimin e pritshmërive të komunitetit ndërkombëtar. Ndërkohë marrëveshja mbi zbatimin e ligjit për të huajt e përmendur nga Ann Campaign nga Shërbimi i Jashtëm Evropian pritet i mundsoj komunitetit serb të Kosovës të jetojë, studiojë dhe punojë ligjërisht, duke rregulluar rezultate konkrete të dialogut përmes Prishtinës dhe Brukselit.
Territori shqiptar për datën 18 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, duke sjellë vranësira dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat juglindore priten rreshje të dobëta bore. Paraditja do të jetë me vranësira dhe rreshje shiu në shumicën e territorit, ndërsa në zonat malore lindore do të ketë rreshje të dobëta bore. Pasditja vijon me rreshje shiu dhe vranësira të shpeshta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:41 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:57 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 10 deri në 15 gradë Celsius. Kukës 6 deri në 12 gradë Celsius. Peshkopi 6 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë 10 deri në 13 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 13 gradë Celsius. Elbasan 9 deri në 12 gradë Celsius. Berat 9 deri në 12 gradë Celsius. Korç 1 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë 9 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër 7 deri në 13 gradë Celsius. Sarand 10 deri në 16 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 18 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell, ndërsa në disa zona perëndimore priten rreshje shiu. Paraditja do të jetë me alternime mes diellit dhe vranësirave, ndërsa pasditja vijon me mot të qetë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 10 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:36 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:51 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 3 deri në 9 gradë Celsius. Podujev 2 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj 3 deri në 9 gradë Celsius. Pej 3 deri në 6 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 10 gradë Celsius. Gjakov 5 deri në 9 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 9 gradë Celsius. Gjilan 2 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj 2 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik 3 deri në 9 gradë Celsius. Suharek 4 deri në 10 gradë Celsius. Prizren 3 deri në 8 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë, kemi mbritur në fund të edicionit informativ. Ju faleminderit për fundin tuaj, bashkë takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.